Përshëndetje teleshikues të nderuar, vazhdojmë ciklin e emisioneve javore të sportit këtu në televizionin Koha me legjendat e sportit. I ftuari i sonte në televizionin Koha është boksieri Arlind Sulejmani, i lindur në Pirok, ndërsa jeton aktualisht në Austri. Arlind, mirë se erdhe në studion e televizionit Koha. Mirë su gjeta, shumë faleminderit për ftesën, është kënaqësia ime këtu të jem. Atëherë, fillimisht na thuaj me pikat të shkurta, kush është Arlind Sulejmani? Pikat të shkurtra, jam 28 vjeç, jetoj në Austri, kam lindur në fshatin Pirok të Tetovës, kam kryer shkollën fillore në Pirok, shkollën e mesme e kam vazhduar në Austri, kam kryer edhe fakultetin. Jam marrë me sport që nga mosha 13 vjeçe, kam filluar që në Pirok me vullnet dhe pastaj kam vazhduar në Austri me profesionalizëm. Gjallë Piroki, nip Shqipërie. Kështu është. Kështu është. Atëherë, na thuaj si ndodhi që Arlind Sulejmani të merret me sportin e boksit? Sport luftarak është diçka nga zemra, është një luftë nga karakteri, nuk i jepet çdo kujt mundësia, do ta kesh pak edhe nga lindja, edhe pastaj është puna. Edhe tradita? Tradita nuk është aq, po do ta kesh atë luftën, s'ka dorëzim. Dorëzimi është humbje. Vetmja procedurë e thjeshtë është, s'ka dorëzim, domethënë më i miri fiton gjithmonë, edhe mirë po disiplina është numër 1. Fiton ai që referia çon dorën lart, ashtu? Ai që çon dorën lart. Atëherë mirë është. Atëherë, Arlind, ke filluar në moshën shumë të re. Si ke përjetuar ato stërvitjet e para në boks? Stërvitjet e para do të thosha unë nuk më merrte mendja se do të hypi unë në ring dhe do të rrifem. Kur e shikosha ringun, shikosha ndonjë bokser tjetër, thosha do të vijë ndonjëherë koha të hypi unë në ring dhe të rrifem unë. Edhe kur ndodhi që gjithë ato ondra që ishin ondra, sot janë të kalume dhe duken sikur nuk ka ndodhur asnjë gjë. Atëherë, cili është klubi i parë ku ju jeni regjistruar? Klubi i parë i boksit. I boksit ka qenë kam ushtruar një ditë, ndoshta 2 ditë kam ushtruar këtu në Tetovë. Po. Babi nuk më lejonte, si isha i ri, kisha 13-14 vjeç, nuk më lejonte të vi prej Piroku Tetovë, se thonte do të prishësh, do të bëhesh djalë i keq. Edhe atëherë ka qenë vetëm një trening këtu që e kam bën Tetovë. Pastaj e kam vazhduar në Austri në klubin ku qytetit të parë deri sot e këtë ditë akoma jam aktiv. Se ka emrin klubi? United Boxing. Atëherë, cila është lufta juaj e parë në ring? Lufta ime e parë ka qenë 2014 apo 2014 mos gaboj. 14 mars 2014. Ka qenë bokseri kroat, ashtu më duket, ha? Ka qenë një bokser kroat, ka qenë afër Linzit Austrisë. Po. Duvančić, ashtu? Duvančić. Po. Dhe si kalove me atë? Me atë kalova, më ka thonë babi, më ka thonë do të visa do të shofta të trafin tha një herë edhe ta lësh këtë sport tha. Edhe në atë ndeshje e kam fitu atë kroatin në rondën e 4, e kam nxjerr një herë në knockdown, ka ra poshtë, çu prap e kam fitu lojën me pik. Augzove? Augzove jashtë mase ishte pabesueshme për mua që do të ndodhi ajo ndeshje, si do ndodhi dhe si do përfundoi. Ishte emocion shumë i madh. Është edhe trema, është edhe ankthi se çfarë do ndodhi, si do ndodhi. Çka tha babi pas asaj lufte? Pas asaj lufte më ka dhënë mbështetjen më të madhe. Tha, "Okej, tha, tani e pashta që." Në cilën kategori keni filluar? Kam filluar kategoritë mesme dhe kam qenë deri sot gjithmonë kategoritë mesme. Kam pas disiplinë 10 vite të ngjashme, nuk kam ndruar pesh 10 vite. Suksesin më të madh e keni arritur në vitin 2016, me sa duket, ka qenë lufta juaj e 7 me radhë, e 6 apo e 7, dhe keni luftuar për titullin kampion bote për të rinj. Për të rinj, VBC junior. Si ndodhi?
që të luftoni aty, pasi boksi dihet se boksi, sidomos boksi profesional është një sport jashtëzakonisht i rëndë, ndërsa për të arritur atje duhet vërtet mund të harxhosh djerë të mëdha. Kam pasur vullnetin edhe ka qenë disiplina që çdo ditë nuk i shmangesha treningut. Kjo ka qenë arsye më e madhe që edhe mbështetësve u ka dhënë arsye të mbështesin dhe të më japin shansën për të bërë një ndeshje të tillë. Edhe faleminderit edhe nga VBC-ja, nga organizata që e kanë pa të arsyeshme që të më japin mundësinë që të mund të rrefëm për atë kampionat. Kush ishte kundërshtar në atë luftë? Ka qenë një hungar ka qenë kundërshtari, Zik Monvas, sa më kujtohet. Nga Hungaria ashtu, po. Edhe atë ndeshje kanë fituar rundën e parë. Ajo ka qenë një shok, fitore e madhe. E pritshë ato apo? Jo, fare, nuk asnjëherë nuk e prej, unë e di vetëm një gjë që do të futem ring, unë do të jap më të mirën nga vetja ime. Më shumë se të humbi nuk mund të ndodhi. Edhe kështu që në sa raunde ishte para parë të zhvilluar? 10 raunde. 10 raunde. Por ti pse duket gjysmë raunde edhe fitova. Fitove, a? Po. Ka qenë shoku më i madh. Ju gjithmonë keni pas vete trajnerin dhe menaxherin e njohur kroatin Željko Vojinović. Po. Si erdhi puna që të bashkëpunoni me te? Željko Vojinović ka pas ushtruar vëllezërit Seferi. Nurion dhe Seferin. Me Nurion dhe Seferin i ka bashkangjitur babi. Edhe Željko. I ka njoftuar. I ka njoftuar dikur, po. Dikur erdhën në Gostivar, bon një ndeshje, edhe unë kam qenë shikues të ajo ndeshje. Edhe unë. Aty kemi qenë bashkë të halla. Aty e kam pa për herë të parë Željkun, edhe e kam përshëndetur. Aty e njoftu faktikisht. Aty e kam njoftu, e kam përshëndetur vetëm. Ajo ndjenja që e kam pa për publiku, se si ishte ajo ndjenja e boksit aty, kanë qenë plot shikues, më sa kujtohet ajo halla. Salla për plot ishte mbushur. Për plot ka qenë, po. Edhe mendosha unë, a do të vinë ndonjëherë koha unë të dalë në ring, të bëj unë një ndeshje të tillë. Ajo ka qenë vullneti, aty kam njoftu Željkën. Pastaj kur kam shkuar në Austri, po, ditën e parë kam taku prap, edhe jo lut babit, i ka thonë, a do të më japësh këtë djalin në premtoi, ka thonë që brenda 3 viteve do ta bëj kampion. Edhe premtimin e kam mbajtur. A vazhdon akoma të bashkëpunojsh me Željkon? Po, bashkëpunojm akoma. Nuk jam aktiv siç kam qenë përpara me Željkon. Çdo shkollë ka do hapin tjetër. Do thonë shkolla që e kam mësuar nga Željku ka qenë për mua shkollë jashtëmase e veçantë, po tani duam diçka edhe më mirë, më profesionalizëm, më. Me boks keni vazhduar, do me thënë nga vitit 2016 deri në vitin 2019, keni pasë disa luftra, mirë po më pas, për shkak të koronavirusit, keni pasur një kohë ndërprerje për shkaqe normal. Çfarë keni punuar gjatë asaj kohe kur ishte koronavirusi dhe gjatë kohës që keni pasur aktivitete sportive? Gjatë kohës koronës nuk kishim mundësi të bëjmë asnjë gjë, kanë qenë vetëm stërvitjet, edhe hapa një klub që bësha privat treninge për të tjerët. Ajo ka qenë koha që kam shfrytzuar, që ushtrosha për vete, edhe mundësha të jetoj, të mbijetoj edhe të jem mirë me atë, mund t'i ushtroj të tjerët, edhe bësha vetëm privat trening me individ, jo me grupet mëdha. Bëhet fjalë për atë sallën ku edhe unë isha i pranishëm në një stërvitjen tuaj aty, së bashku me Željko Vojinovićin aty ku e ndoqëm një seancë të plot. Si ndiheshin ato momente kur dikush ka ardhur nga Tetova për të ndjekur stërvitjen tuaj? Është më përpara është një kënaqësi jashtëmase ta shohësh një rezultat pune që ke punuar dhe ke ndjekës, ke mysafir që vinë për të ndjekur për punën që ke bërë, aty e shef që puna, rezultati që ke shku 20.000 herë në trening, dikur vlerësohet. Ato kujtime me siguri i mbani akoma? Po, pa tjetër, si sot që kemi shku prej treningut.
Gjatë kohës koronavirusit, deri kur patët pushim faktikisht, nuk kishit aktivitete zyrtare me boksin. Me sa duket deri në ka viti 2023 apo 24? 2022 duket, 2 vjetë kanë qenë. 2 vjetë? 2 vjetë, pastaj kam bo një ndeshje kundër një Bosnjakut, me sa duket, ha? Duket se ka qenë rus, Belorus, në Banja Luk. Po. Ka qenë ajo ndeshje në Banja Luk, ka qenë, paranishëm ka qenë 5.000 shikues. Ajo ka qenë pak si në nënçmim për mu. Isha një ndër boksierat më të suksesshëm aty në atë hallën aty që ka qenë, po ata pak më nënçmuan. Edhe dëshin të më fusën si para loj në atë ndeshje, patëm pak konflikim aty me ata organizatorët, po dikur e bo me dhe atë ndeshje. Edhe si kalove? Kam qenë duke i vesh dorzat në atë moment kër më kanë thirrë të futëm ring. Nuk kam pas as nxemi, as hiç as një gjë, veç i ka lidhë dorzat trener dhe veç kam shku në ring. Dhe? Edhe falënderoj Zot me fitore. Pas një lëndim, ajo është kryesore se trupi i ftohtë shpesh më ndodhe lëndime, po s'pata as i lëndim, patëm fitore. Më pas kësaj fitore, edhe sa lufta tjera keni pasur? Pas kësaj fitore kam pasur vitet e kaluara kam pasur 3, domethënë 2 vitet e kaluara kam pasur 3 ndeshje. Po. 3 apo 4 ndeshje. Këto janë zhvilluar me një kontratë që kam pas me Levis Boxing të Austrisë. Kjo është një organizatë e re austriake që ka marrëveshje me televizionin nacional austriak edhe i zhvillon ndeshjet në hotele në Vjenë. Janë ndeshje me shikueshmëri më të vogël, po më klasë më të lartë. Atëherë, gjatë vitit 2024, sa lufta ke pasur? 2024 nuk kam pasur asnjë luftë. Po, do me thonë deri me 8 mars të vitit 2025. 2025. Kush ishte kundërshtari juaj? Ka qenë kroat, po me të thënë drejtën nga 21 ndeshje nuk kujtohet çdo njoni. Kjo më bjen sikur me pas një klasë me 21 kolegë. Po. Sa lufta i kene gjithë karrierën dhe sa fitore? I kam 22 lufta, nga ato 21 profesionale, me gjitha fitore. Gjitha fitore. Cila ka qenë lufta më e vështirë për ju? Lufta më e vështirë ka qenë kur e kam mbrojtur titullin e VBO-s me Ilja Kërlemau. Kam qenë i përgatitur maksimalisht, vetëm psikikisht një ditë përpara kam pas një demotivim jashtë boksit. Ajo ka qenë lufta më e rëndë pastaj. Kam pasur 10 runda boks, po nuk e dinte as kërkush, as treneri bile nuk e ka ditë që psikikisht nuk kam qenë në atë gjendje për luftë. Po nuk jam dorëzuar edhe. Si përfundove në atë luftë? Përfundova, e fitova me pik, ka qenë knap. Po me pik, nuk kisha mundësi ta bëj me knockout, po ka qenë knap edhe 10 runda kemi boksuar. Cila ka qenë dueli i fundit apo meçi i fundit në karrierën tuaj si boksier profesionist? Po. Për senior normalisht. Ndeshja e fundit ka qenë në qershor 2025. Po. 21 qershor 2025, sa më kujtohet. Mu ka qenë në hotel Hilton në Vjenë, po. Në Vjenë, po. Edhe e fitove dhe atë luftë, po. E fitove dhe atë luftë, po. Ka qenë edhe ajo luftë me pikë deri në fund. Tash, më thuaj, vazhdoni akoma të merreni me boks, apo? Vazhdoj akoma të merrem aktualisht me stërvitje. Për fat keq nuk është boksi aq i mbështetur nga derisa kam pasur moshën e re, edhe ka qenë si gjys hobi nga familja mbështetje, po tani është koha të bëjmë diçka serioze, edhe nuk kemi atë mundësi që të merremi 100% me sport, sepse ngelemi mbrapa nga jeta e përditshme. Do
kryejmë familje, do të bëjmë punë. Aktualisht si është bashkëpunimi me trajnerin tuaj Željko Vojnovićin? Intenziv, bashkëpunojmë çdo ditë bashk, jemi çdo ditë në kontakt bashk. Kontakt jemi, bashkëpunojmë çdo ditë. Bashkë me ti, a ushtron edhe ndonjë bokser tjetër? Po, ushtron edhe bokser tjerë. Ka edhe bokser tjetër, janë dy vëllezër, Mergim Hasani, Florim Hasani, janë nga Shkupi. I ushtrojnë edhe ata bashkë me trenerin, edhe ata janë aktualisht aktiv në boks. Janë edhe njerëz tjerë që ushtrojnë bashkë aty të klubi. Atëherë, kur mund të presim ndeshjen e radhës? Meçin e 23 të karrierës suaj. Ndeshjen e radhës, unë jam gati, qofse bëhet fjalë për 10 runde, më duhen diku të 10 javë përgatitje. Për 10 javë përgatitje, jam çdo kohë i përgatitur, vetëm të kem një ofertë konkrete nga një kundërshtar. Kam pas një ofertë konkrete për në 26 qershor të 2026-s, mirë po organizata nuk është tregu më me interes, nuk kanë ofru më asgjë konkrete. Kam ofru nga ana ime çfarë kërkoj për të futur në ring, sepse ndeshjen e kaluar kam pas një diskutim pak atje edhe me mediat, edhe me mbështetësit e boksit. Më thanë, si mund është ti kampion me gjithë të ndeshje, të bësh një ndeshje të tillë, mos e qisësh atë kundërshtarin në kaut. Ai kundërshtari ishte kroat, edhe 2 javë përpara na ka ndru kundërshtarin. Ka pas qenë marrë dikush tjetër, ky ka ardhur vetëm për ta përmbush programin. Edhe unë kam qenë një person për ta përmbush programin në atë ndeshjen e fundit të kjo ndeshje. Edhe nuk ishte kënaqur menaxhmenti i asaj organizate. Mirë po, unë aty isha vetëm për të përmbush programin, edhe nuk kisha asnjë nga ajo. Deri në mëngjes kam pas punoj në aeroport në Vjen, nga puna kam marrë dorzat, kam shku në ring, e kam fitu luftën. Nuk ish pyetje fitore luftës, po dikur më vinte ai kundërshtari, ka do rregulla në sportin profesional, nëse e respekton, që të respektoj që e përmbushi programin sepse ishte zavendës i dikujt tjetër, po ta rrefsha me KO, nuk do të kish drejt boksoje 2 muaj të ardhshëm. Ai jeton nga ajo nga boksi, edhe nuk ishte një kundërshtar që të them është kundërshtar kvalitet, kampion që do rrifën atë të bon. E pash që ka mundësi me RF, e isha në fitore edhe e vazhdova me pike që deri në fund, edhe nuk ishin të kënaqur ato nga redaksia, ato nga menaxhmenti. Edhe ato duan me njëherë që gjithmonë fitoria të jetë e bindshme me knockout, po. Për të vazhduar ndeshjet tjera. Ai që folën në ring ai speakeri, që më nënçmoi në media e tha këtë gjë. I tregova ti thash ke ardhur këtu për interesat tuaja financiare. Unë kam ardhur këtu për qejf, për zemër, për të mbush programin e njerëzve. Kjo është dallimi mes me edhe teje. Arlind, krahas familjes tuaj që u ka përkrah gjithmonë pa rezervë, kush ju ka përkrah gjatë karrierës tuaj, që është një karrierë bukur e gjatë? Prindërit kanë qenë një pikë e parë, ka qenë familja më e gjerë natyrisht edhe njerëzit tjerë. Željko, siç e përmendëm, është nga dita e parë deri nga ditën e fundit. Kam edhe gjys karrierën e fundit, e kam edhe me një koleg tjetër që e keni pa, ishim bashkë atje në Austri me Burim Dodaj. Ai ka qenë edhe kur sa është në pyetje boksi, ka qenë 100% në mbështetje, ndash përgatitje fizike, ndash psiqike, ndash si do këtë qenë, është gjithmonë në mbështetje maksimale. Çka keni fituar krahas famës nga boksi? Kam fituar dituri, kam fituar shëndet, kam fituar vetbesim. Këto janë gjërat më të bindshme që kam fituar aktualisht nga boksi. Po, si ka përjetuar familja juaj gjithmonë kur ju shifte se si boksoni me? Mami do të pije qetësuese para se ose nuk do ta shikoje hiç ndeshjen. Kush tjetër ju ka përkrahur? Minxha ka qenë gjithmonë në krah timin maksimalisht
dhe djali mingjës. Do një kompani private, austriake, apo... Kanë qenë gjithmonë të ndryshëm, kemi pas gjithmonë financiar të ndryshëm, po nuk do ta thoja që të kemi pas ndonjë përkrahje të madhe. Përkrahje të madhe, kemi pas nga disa kompani një mbështetje, po unë e kuptoj atë mbështetje, po nuk është mbështetje që të ndron bën krenar që të ndrosh diçka. Kam pas kohës fundit ka qenë një mbështetje shumë i madh edhe Gjekej, është një kompani shqiptare në Austri, është edhe shok edhe mik shtëpie, vëllezër Gjekej, atë kanë një kompani ndërtimi, edhe i kam pas si mbështetje maksimalisht më të madhe kohës fundit. Po, si që thash, për një mbështetje një sportisti, tillë duhet që të merret vetëm me atë punë. Me 100% jesë në atë punë, atëherë mund të kemi një rezultat dukshëm. 22 lufta në boksin profesional, 22 fitore. Por, e keni përfaqësuar gjatë këtyre luftërave Maqedoninë e Veriut për nga jeni, Shqipërinë, apo Austrinë ku jetoni aktualisht? Shumë pyetje interesante, kam përfaqësuar gjithë shqiptarët tanë në vend ku do të qëndodhen. Jam shqiptar, ndihem shqiptar edhe përfaqësoj gjithë shqiptarët ku do që t'jenë. Se keni pasur përkrahjen e shqiptarëve, normal në cilësinë e publikut, gjatë luftave që keni pasur ju? Sa kemi pasur publikim edhe marketing, shqiptarët ku do që kanë dëgjuar për një ndeshje apo mbështetje, shqiptarët kanë qenë gjithmonë pranishëm. Arlind, Nip Shqipërie, Gjallë Piroku. Gjallë Piroku, po. Çka do të thotë kjo? Çka do të thotë kjo? Jam rritë gjithë në Shqipëri, gjithë në Pirok. Pastaj gjithë tjetër në Austri. Do të thonë, ne kam një mix prej trevave të ndryshme. Prej kretë kulturave kam diçka. Mamin e kam Tiranës, jam rritë çdo 3 muaj shkosha verës në pushimet verore në Risha në Tiranë, 2 deri 3 muaj, 9 muaj në Pirok. Po. Sa të njohin banorët e Pirokit Arlind Sulejmanin si bokser? Do të thoja një 80% mendoj që po. Ju gjithmonë keni pasur dëshirë që një ditë të ngjiteni në ring këtu në vendlindjen tuaj, në rajonin e Pollogut. Ajo ka qenë... Pse nuk ndodhi kjo? Nuk ndodhi kjo, nuk ka qenë bashkëpunimi i duhur, nuk ka pas organizat duhur ose ofertë konkrete që bashkëpunonte të realizohej një ëndër e tillë. Po nuk do me thonë që ka mbaru kjo ëndër, kjo mund ndodhi shumë shpejt. Mund ndodhi shumë shpejt, a? Do me thonë, do mund të ketë ndonjë rrisi. Me cilin bokser shqiptar keni pas duele? Duele me që nuk ka pas asnjëherë dhe nuk do pranoja asnjëherë me bokser shqiptar të boksoja. Pse? Sporti është sport, po boksi është pak më shumë se sport. Atëherë, sa i njihni bokserët shqiptar? Sipas juve, cili është bokser më i mirë shqiptar? Bokseri më i mirë shqiptar në gjitha kohrat ka qenë edhe idol edhe më i suksesshëm, ka qenë Luak Krasniqi për mua. Po. Ka qenë një emër i vjetër edhe më i popular. Edhe ka qenë, ka pas një stil, ka pas një farë stil bokseri që ka qenë edhe idol edhe e kam pas qef si shqiptar, ambasador bokser shqiptar. Po. Nga bokserët aktual shqiptar? Aktualisht kemi shumë bokser shqiptar, aktualisht është bo shumë modern boksi, edhe kemi gjithandej bokser shqiptar në gjithë botën. Nuk do të thoja që kemi ky është më i suksesshëm apo ky më pak ai më shumë, përgjithësi janë shumë, ka shumë suksesshëm. Kemi më shumë me marketing që kanë bërë. Ato nuk do të thonë që janë më të mirë se këto tjerët, po kanë pas mundësinë, rastin, janë shit më mirë edhe kanë mbri diçka më shumë. Deri kur Arlind Sulejmani do të merret me aktivitetet sportive, sidomos me boks? Unë mendoj që derisa të jem në kohët e mia, në lëvizjet time do të merrem me boks, nuk do të boksoj gjithmonë vet, po këtë shkollën time që kam do mundohem të interpretoj edhe
të tjerëve. Ju keni përfunduar edhe studimet e larta, pra çka aktualisht punoni? Aktualisht jam në aeroport në Vjenë, jam një udhëheqës i një grupi punëtorësh, u organizoj planin, punën që të punohet më pak, më shumë sukses. Është një organizim parkingu në aeroport, u jam pjesë e grupit. Atëherë, cilat janë planet e së ardhmes të Arlind Sulejmanit? Planet e së ardhmes janë të kemi një ndeshje kundër një kampioni të fortë, kemi një kohë përgatitje, ti kem kohën e duhur e përgatitjes, edhe të kem mundësi për përgatitje, për mundësi përgatitje do pak mbështetje, financim, nuk do me thonë nga sponsor nga askush tjetër, po nga organizatat kundërshtare. Kem një kohë përgatitje, një kundërshtar duhur, një kampion, që të mund ta tregoj veten time, sepse nuk më duket më interesant të boksoj për kot. Duhet një kundërshtar si duhet, edhe një kohë përgatitje më të gjatë, edhe të bëjmë një ndeshje kualitete. Do ta përsëris edhe një herë një pyetje. Kur Arlind Sulejmani do të bokson para publikut tetovar? Çdo verë organizat në Tetov që ka mundësi që shumë shpejt, mbase jo këtë verë, verën tjetër, mbase edhe këtë verë, nuk i dihet, do ta shohim, do të jemi bashkë bisedime me organizatorët edhe shpresoj që sa më shpejt. Arlind, mos kemi harruar diçka që pyesim që është e rëndësishme për karrierën tuaj që ka ndodhur dhe opinionin që duhet të dije? Nuk kam ndonjë temë konkret të veçantë. Vetëm kam një mesazh për të gjithë ndjekësit, boksierët e ardhshëm, që boksi nuk s'ka ndonjë farë filozofie, të gjithë i dinë lëvizjet e boksit, janë gjëra që mësohen, po vetëm është një luftë që s'ka dorëzim. Nuk duhet asnjëherë të dorëzohet. Dorëzohet, asnjëherë. Por porosia e Arlind Sulejmanit për gjeneratat e reja, të cilët të pretendojnë të merren me sport, pa marrë parasysh boks apo sporte tjera. Shumë e rëndësishme. Fiziku i njeriut është mendja dhe trupi. Patjetër, po nuk e patë trupin fizik si duhet në përgatitje, si duhet fizike, mendjen mund ta kesh, po kur i ke të dyja bashk, është shumë më e vlefshme se sa vetëm një, sepse janë muskuj, është muskuj edhe në kokë edhe në dorë. Kur i ke të dyjat, është shumë e shëndetshme dhe shumë e suksesshme si person. Kështu që do të rekomandoja çdo të ri të merret me sport edhe me mësime normal. Pasi sporti është edhe ambasadori më i denj i një kombi. Kombi. Po. Atëherë Arlind, në emrin tim personal dhe në emrin e stafit të televizionit Koha, të falenderoj që ishe pjesë e emisionit me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha. Shumë faleminderit, ish kënaqësia ime këtu të jem pranë jush, faleminderit televizionit Koha edhe gjithë ndjekësit që e përmbajnë televizionin Koha. Do të jetë kënaqësia ime së shpejti të përshëndes nga ringu, nga poshtë, nga Tetova. Kjo do të ishte mesazhi më i mirë për të gjithë. Ndërsa ju, teleshikues të nderuar, deri në emisionin e radhës me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha, natën e mirë dhe mirupafshim.